Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serinë tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Transmetohet nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Vërtet, Allahu i madhëruar është i mirë, me kuptim është i pastër nga çdo emet, dhe pranon vetëm të mirën, me kuptim pranon vetëm hallalin dhe veprën e sinqertë. Vërtet, Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë që i ka urdhëruar edhe të dërguarit e tij, profetët e tij. Allahu i madhëruar ka thënë: O ju të dërguar, hani gjërat e mira dhe punoni mirë. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor ka thënë: O ju besimtar, hani gjërat e mira me të cilat ju kemi furnizuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi shembullin e njeriut i cili ka udhëtuar gjatë, me flokë të shpupuritura, të pluhurosura, dhe i shtrihen duart e tij ka qielli dhe lutet: Ja Rabbi, ja Rabbi, o Zoti im, o Zoti im. Por ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, veshmbathja e tij është haram dhe është ushqyer me haram. E si ti pranohet lutja e tij? Vështirë ti pranohet lutja e tij. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mesimet dhe mesazhet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi, Allahu subhanahu wa ta'ala posedon cilësitë e plota dhe më të bukura. Atij i takon përsosmëria absolute. Ai është i pastër nga çdo emet dhe mangësi, në qenien e tij, në atributet e tija, në vendimet e tija dhe në veprimet e tij. Çdo gjë që buron nga Allahu subhanahu wa ta'ala ka mirësi, ka urtësi, ka dhe drejtësi. E dyta, Allahu subhanahu wa ta'ala pranon vetëm fjalët dhe veprimet e sinqerta, vetëm pasurinë e dhënë nga fitimi halal. Një veprim i yni, i përzier me syfatsi, hipokrizi, i përzier me haram apo me risi në çështjet e besimit, nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos pranimi i një veprimi i përmendur në tekstet fetare interpretohet në dy mënyra. Interpretohet në dy forma. Mos pranim me kuptimin e mohimit të shpërblimit apo të sevapeve. Dhe interpretimi i dytë, mos pranim me kuptimin e refuzimi i veprimit dhe konsiderimi i tij i pa vlerë fetarisht. Le të sjellim disa shembuj. Themi, kur mos pranimi në një tekst fetar përmendet për krah një gjunahu, do të thotë se ky adhurim ose ky veprim nuk ka sevape. Për shembull, namazi i atij që ka konsumuar alkol, ose namazi i një personi që ka shkuar tek fallxhori, nuk pranohet për 40 ditë. Çfarë do të thotë nuk pranohet për 40 ditë? Do të thotë se një person i tillë është i çliruar nga përgjegjësia e adhurimit kur e kryen namazin, por nuk ka shpërblim për atë namaz. Ndërsa, kur mos pranimi përmendet për krah një kushti nga kushtet e adhurimit, do të thotë se ai adhurim nuk është i saktë. Për shembull, namazi i atij që s'ka abdes nuk pranohet. Çfarë do të thotë nuk pranohet? Do të thotë se një person i tillë nuk është çliruar nga përgjegjësia e adhurimit dhe duhet ta përsërisë atë namaz përsëri. Por ky individ ka shpërblim për ata dhikre, lutje dhe sure që ka kënduar gjatë namazit të tij. Dietarët tanë e kanë ndarë pranimin e adhurimit në 3 kategori, në 3 nivele. Niveli më i lartë, pranim i adhurimit i shpërblyer,
i lavdruar dhe i kënaqshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Kategoria e dytë, pranim i shpërblyer tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kategoria e tretë më e ulta, minimalja, pranim i mjaftueshëm, ku besimtari çlirohet nga përgjegjësia, shpëton nga gjunahu, nuk obligohet që ta përsërisë atë adhurim, por nuk ka sevape për adhurimin e tij. Një dobi tjetër që mund përfitojmë nga ky hadith i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam potencohet tek fakti se porosia hyjnore për të dërguarit dhe besimtarët e vë theksin tek konsumimi halal dhe furnizimi i mirë. Feja të gjithë pejgamberve, Islami, nuk e ka miratuar murgërinë. Nuk kërkohet fetarisht privimi i vetvetes nga të mirat e Allahut subhanahu wa taala, por nga ana tjetër, ndalohet ngrënia e ushqimeve haram, ushqimeve të dëmshme, ushqimeve të papastra. Besimtari duhet të sigurojë ushqim të dobishëm me djersen halal për vetveten dhe familjen e tij. Diçka që Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar nuk konsumohet. Dhe diçka që Allahu azza wa jall e ka lejuar por njeriu e fiton në rrugë jo legjitime, përsëri nuk konsumohet. Në ajetin kuranor të përmendur në hadith, i është dhënë përparësi, hani gjëra të mira, ndaj punoni mirë. Pse kjo çështje? Sepse puna e mirë duhet të shoqërohet me ushqimin halal. Dhe puna e mirë fetarisht konsiderohet ajo punë që është e sinqertë në përputhje me normat profetike. Puna e mirë është një lloj falënderimi që i bëhet Allahut subhanahu wa taala për furnizimin me mirësitë e tij të shumta. Një dobi tjetër e theksuar në hadithin tonë është edhe çështja e duas. Duaja ose lutja është nga adhurimet më me vlerë, por si çdo ibadet tjetër, si çdo adhurim tjetër, edhe duaja ka normat e saja. Lutja, duaja nuk është si ajo porosia në restorant ose porosia për një produkt të caktuar, ku paguan dhe e merr porosin. E nëse produkti nuk përputhet me kërkesat tuaja, mund ta kthesh mbrapsht. Lutja dhe duaja është adhurim, ibadet. Unë jam robi, Allahu është krijuesi. Unë jam nevojtari, Allahu është i vetë mjaftueshmi. Unë jam i përuluri, Allahu është i lartësuari. Në hadithin tonë theksohen dy norma nga edukata e lutjes. Norma e parë e cila potencohet në hadithin tonë, qëndron në faktin se gjatë lutjes duhet të shfaqet thjeshtësia, duhet të shprehet robëria jonë para Allahut subhanahu wa taala, duhet të manifestohet ndjenja e nevojës që kemi për Allahun subhanahu wa taala. Gjatë lutjeve nuk lejohet të luajmë rolin e tekanjozit me krijuesin tonë. Mentaliteti se unë meritoj më shumë se sa kaq nuk na shërben në lutjet tona. Prandaj dhe ngritja e duarve kaqjedhi i shërben pikërisht këtij synimi. E shprehim nevojën tonë që kemi për Allahun subhanahu wa taala. Pra nëse na pyet dikush ku qëndron urtësia, pse duhet i ngrejmë duart gjatë lutjes, për të shprehur nevojën tonë që kemi për Allahun. Prandaj dhe profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se Allahu ka turp t'ia kthej duart bosh besimtarit kur besimtari i drejtohet me lutje dhe me dua të sinqert Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam kur e falte namazin e shiut e vishte rroben përse mbrapshti. Përse? Pikërisht për të shfaqur robërinë, thjeshtësinë, nevojën, fukarallëkun para krijuesit të gjithësisë. Një shembull tjetër, profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përsëriste lutjen 3 herë. Përse?
Mes të tjerash edhe për të demonstruar shtrëngesën dhe hadhin me të cilën ballafaqohej. Gjithashtu, vlerësimi i duas në sejdë, në të cilën ka shumë gjasa që ajo të pranohet, ma shumë, lidhet pikërisht me pozicionin e përulëtësisë. Kulmi i robërimit të individit tregohet në përuljen me ballë në tokë. Momenti i sejdës është momenti më ideal për ta shfrytzuar me dua dhe lutje drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe së fundi, edhe duaja e udhëtarit e përmendur në hadithin tonë, edhe duaja e udhëtarit ka gjasa që të pranohet, nëse plotësohen kushtet, sepse edhe udhëtari përjeton një gjendje për ulësie, një lloj dërmimi shpirtëror dhe fizik. Prandaj udhëtari duhet ta shfrytëzojë udhëtimin e tij me dua drejtuar Allahut subhanahu wa taala, sepse edhe duaja e udhëtarit është nga ata duat që pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Norma e dytë edukative e përcjellur në hadithin ton, në raport me duan dhe lutjen, është afrimi dhe ndërmjetësimi tek Allahu subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij të bukura. Prej emrave të Allahut që mund ta lusim me të, është edhe shprehja Ja Rabbi, o Zotim, o Krijuesim. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlart, në surën Al-A'raf, ajeti 180, urdhëron dhe thot: Allahut i përkasin emrat më të bukur. Prandaj thirreni Allahun me ato emra, lutjuni, drejtojuni Allahut me ato emra dhe largohuni nga ata që i shtrembrojnë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Për të kuptuar forcën e lutjes me këtë emër hyjnor, me termin Ja Rabbi, le të ndalemi tek disa nga duat e përmendura në Kur'anin famlart. Do të vërejmë se emëruesi i përbashkët i të gjitha lutjeve në Kur'anin famlart është pikërisht ky emër, fjala Rabbi ose Rabbena, Zoti im, Zoti ynë, Krijuesi im, Krijuesi jon. Për shembull, në surën Ibrahim, ajeti 40 dhe 41, Allahu subhanahu wa taala ka përmendur duan e Hazreti Ibrahimit, ku ai thot: Zoti im, Rabbi, bëj që unë dhe pas arsit e mi ta kryem për herë namazin. O Zoti jon, na i prano lutjet. Zoti ynë, Rabbena, më fal mua, fali prindë mi, fali besimtarët në ditën kur do t'jepet llogari. Në surën Alu Imran, ajeti 38, Allahu subhanahu wa taala ka përmendur lutjen e Hazreti Zekarijas, i cili lutej. Thuhet në këtë fragment kuranor, atëherë Zekaria ju lut Zotit të vet dhe tha: Zoti im, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, se ti me të vërtet je dëgjuesi i lutjeve tona. Në surën Al-A'raf, ajeti 151, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur lutjen e Hazreti Musait. Hazreti Musai u lut: Zoti im, më fal mua dhe vllahën tim, dhe na pranon në mëshirën tënde, se ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. Gjithashtu, në surën Taha, ajeti 114, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur duan e pejgamberit ton Muhammed. Thuhet në këtë ajet kuranor: I lartësuar qoft Allahu sunduesi i vërtet, mos nxito për ta lexuar Kur'anin para se të përfundoj shpadhja e tij, o Muhammed, dhe thuaj: Rabbi, Zoti im, shtoma dijenin. Është interesante, në të gjitha këto fragmente kuranore është përdorur shprehja O Zoti im, Rabbi, Rabbena, për t'u drejtuar Allahut subhanahu wa taala me lutje. Gjithashtu është interesante se e vetmja dua
ku profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhërohet nga Allahu për të kërkuar shtesë nga diçka, është çështja e ditonisë. O Zoti im, shtoma diturinë. Për asnjë çështje tjetër, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin famlar nuk ka kërkuar shtesë diçka. Nuk është urdhëruar që të kërkojë shtesë diçka, vetëm për diturinë, sepse besimtari nuk ngopet kurrë duke lexuar, duke mësuar, duke studiuar, duke e pajisur vetveten e tij me dituri të dobishme. Me të drejtë mund të pyesin dikush nga dëgjuesit dhe të thojë në cilat lutje ngrihen duart gjatë duas. Kjo është një pyetje që diskutohet mjaft në mesin e besimtarëve. Themi se, parimisht, kur kemi transmetime se pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam i ka ngritur duart në lutje, të njëjtin veprim e bëjmë edhe ne. Për shembull, fjala vjen, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka ngritur duart në lutjen e shiut, kur ka kërkuar shi që Allahu të falë shi. Gjithashtu, duart ngrihen edhe në duat individuale dhe në ato duat e përgjithshme që bëjnë besimtarët në përditshmërinë e tyre. Ndërsa, në duat që pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam i ka përcaktuar në kohë dhe në rrethana të veçanta, nuk ngrihen duart. Si për shembull, duaja e bukës, duaja e ezanit, duaja e hyrje daljes nga xhamia, duaja e hyrje daljes nga shtëpia, duaja e hyrje daljes nga tualeti dhe banjoja. Kemi dua specifike të transmetuara nga pejgamberi ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por në asnjë rast profeti jon sallallahu alaihi wasallam kur është ushqyer ose kur është thirrur ezani ose kur ka hyrë apo ka dalë nga xhamia, nuk i ka ngritur duart që t'i drejtohet Allahut subhanahu wa taala me këtë dua specifike. Prandaj edhe ne nuk i ngrisim duart gjatë këtyre duave specifike në kohë dhe në rrethana të përcaktuara nga pejgamberi ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ushqimi dhe veshja haram janë nga shkaqet që lutja jon të mos gjej përgjigjen e synuar. Dietarët tanë sjellin një shembull. Duaja, sikurse zogu, ka kokën dhe dy krahët. Duaja, sikurse zogu, ka kokën dhe dy krahët e saj. Sinqeriteti është si koka. Këmbgulja dhe ushqimi halal janë si dy krahët me të cilët duaja fluturon dhe gjen pranimin tek Allahu subhanahu wa taala. Halalleku në veshje dhe në ushqim ka ndikim në përshpirtshmërinë e njeriut, në qiltërsinë e tij, në qetësinë dhe prehjen e gjendjes shpirtërore dhe mendore të tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që duaja jon, adhurimi jon, veprimi i mirë i jon të shoqërohet me halallek, qoftë në veshjen tonë, qoftë në ushqimin tonë. Dietarët tanë kanë thënë, mos e konsidero të vunuar përgjigjen e lutjes, ndërkohë që ti vetë ja ke mbyllur rrugët e saja me gjunahet tuaja. E lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i falë gjunahet tona. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lënë amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurinë tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.